Sot në një konferencë të përbashkët të subjekteve politike opozitare që veprojnë qytetin e Prizrenit duke filluar nga lëvizja vetëvendosje, Bashkimi Demokratik, Nisma për Kosovën dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë takuar mediat ku me këtë rast kanë folur dhe kanë bërë ftesë për të protestuar gjatë ditës së nesme të shtunën në Prizren. Protestat të cilet partitë opozitare i kanë filluar nga Prishtina, Gjakova, Gjilani, Peja, pra nesër organizojnë edhe në Prizren. Me këtë rast, Arber Rexha nga lëvizja vetëvendosje, Zafir Berisha nga Bashkimi Demokratik, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ron Kastrati dhe Nisma për Kosovën Sinan Alia i kanë folur për organizimin opozitar që nesër do të organizohet në sheshin Shatërvan me fillim në orën 13. Lidhur me këtë ata puan se kjo protestë është për mos faljen asnjë pllëmbë tokë malit të zi dhe për mos kthimin e Serbisë në Kosovë, siç janë shprehur ata. Po ashtu zajednica prek edhe Prizrenin, ne edhe si opozit kemi qenë kundër ligjit për zonën historike të Prizrenit, po ashtu kemi Brezovicën afër, dhe me një forme në takon edhe neve si Prizrenas që të kundërshtojmë këto dy marrëveshjet cilat janë antikombëtare. Prandaj edhe si lëvizje vendosje, konsiderojmë që, por edhe si opozit, konsiderojmë që qytetarët Prizrenas e kanë radhën ta thonë fjalën e vet, ta thonë kundërshtinë e vet në manifestimin për Prizrenin dhe i ftojmë të gjithë pra simpatizantët e lëvizjes vendosje, po ashtu edhe të opozitës së bashkuar që atë ditë të dalin në këtë marsh, në këtë protest, në këtë manifestim 8 pasor, të marrin familjet e tyre dhe t'i themi pra ndal Serbisë brenda Kosovës dhe t'i themi ndal dhënjes së tokave pra malit të zi. Veshjet e fundit janë kulmi i domit që i zhbo Kosovës që nga marrëveshja e parë që ka bërë Hashim Thaçi me 19 prill 2003 dhe kjo e fundit që Isa Mustafa ka vërtetu dëmonë të këshijat e Hashim Thaçit ka ngritur me drejt opozitën dhe qytetarët dhe ne sot pas shumë lëvizjeve popullore që kemi pas në për qytetet ndryshme të Kosovës, e kemë radhën si Prizren t'i themi jo këtyre marrëveshjeve, sepse kjo qeveri tashmo është botrisht e ditur se është qeveria e dështimeve të mëdha në kurrizin e qytetarëve dhe jeni dëshmitarë se kjo qeveri domethënë Kosovën e ka futur me një geto ku jemi në raport me politikën e jashtme, është dështimi i radhës pas UNESCO-s edhe liberalizimi i vizave dhe e kam thonë për përsërisë me hajdut nuk shkohet në Evropë dhe faj nuk e ka Evropa, po e ka qeveria. Kjo marrëveshje është arrit pra nga koalicioni qeverisës në nivel qendror. I ftojmë konkretisht gjithë qytetarët e Prizrenit me rrethin që të jenë bashkëpjesëmarrës masovikisht në këtë protestë paqësore. Qytetarët e Prizrenit gjithashtu të nesërmen e kanë mundësinë e ripërsëritur që me anë kësaj proteste ta shpreh pakënaqësinë e tyre, të reflektojnë me pakënaqësi ndaj këtyre dy marrëveshjeve, por njëkohësisht edhe ndaj dështimeve të radhës të koalicionit qeveritar të nivel qendror. Jo vetëm këto dy marrëveshje që po e dëmtojnë rand me tension të madh gjithë shtetin e Kosovës, por gjithashtu qeverisja e dobët në të gjitha nivelet ku i shkakton edhe dëme të mëdha së fundi edhe paralajmërimi jo pozitiv i Komisionit Evropian, raportit Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Njëjtë si gjithë bloku opozitor, përkro protestën e nesërme, deshta vetëm diçka të shtoj për qytetarët të bëjnë një thirrje. Domethënë sot protesta veç edhe bloku opozitor po krijon drejtën e vet edhe me përkrojën e Bashkimit Evropian. Domethënë vërejtja që erdh Bashkimit Evropian për çështjen e liberalizimit të vizave, faktikisht është një argument që më thon mas pari jo këtij pushteti matrapash që zakonisht që shpe fillimi pushtetit tyne, fillojnë gjithmonë bojnë pazare ndomin e shtetit tonë. Protesta e paralajmëruar pritet të organizohet pra nesër në Prizren me fillim në orën 13 në sheshin e këtij qyteti në Shatërvan.